Sot e pata një ligjërat lidhur me lëndimet e syrit dhe orbitës që nuk janë të rralla në vendin tonë. Rëndësia qëndron atë që cilat janë mënyrat preventive për mos me lënë me ortër të ato lëndime. Parasysh se kur vjen të lëndimi, ai atëre, si me thonë, krijon një nevojë emergjente për intervenime kirurgjike shumë të komplekse, pastaj pasojat janë tepër të mëdha, edhe njëkohësisht e kom cekë rëndësinë që sa më herët me ardhur te mjeku me kërkundime mjekësore, mjekimi është më efikas edhe, si me thonë, arrim ta shpëtojmë jo vetëm synin si organ, po edhe aspektin funksional të tij. Te na mungon informimi, rënd parë lidhur me rreziqet që ekzistojnë. Për shembull, në festa normale, festojmë duke përdorur mjete të ndryshme piroteknike, fatkeqësisht ato shumica janë në durët e fëmijëve edhe pasojat janë të paparashikueshme. Pastaj problemet tjera janë të natyrës mbrojtjes punë. Për shembull, punëtorët tonë në masë të madhe nuk i përdorim mjetet mbrojtëse, edhe fundit është edhe kjo e rëndësishme, edukimi. Tepër e rëndësishme, me të vërtetë edhe njihem fatlum që vendi jonë ka kapacitete, mundësi, njohuri edhe shkallësi për me organizu një kongres këtij niveli. Për arsye se na këtu takohemi drejt për drejt me kolegët tonë nga barë botë, në mënyrë direkte, me komuniku, për mënyrën e trajtimit, me gjetë mënyra qysh me avansu këtë trajtim, me qenë ma efikas edhe ma i qartësëm për gjithni. Për të rit është jetike, për ata që dojnë më marrë me profesionin e vetë mënyrë serioze, edhe me qenë mjek të së armës, ata duhet me qenë këtu prezente në mënyrë aktive më kyç në punimet e kongresit, sepse në këtë mënyrë ata informohen për risitë që ndodhin në problematike ndryshme mjekësore. Nesër është seansa e oftalmologëve, ku ne kemi përfaqësues gjithsesi kolegët mi që janë nga vendet ndryshme të Evropës edhe ma gjerë, ku do t'i diskutojmë problemet aktuale që na mundojnë gjithë neve në oftalmologji, edhe do t'i shkëmbejmë eksperiencat tona në trajtimet e caktuara të smundjeve të ndryshme.